Autoritetet kineze ka nisur një hetim rreth disa pamjeve që thuhet se vijnë nga provinca Guangdong, pasi një grua hodhi nga apartamenti i saj në katet e larta para në vlerë prej rreth 150.000 eurosh. Parat të raportuara si kartmonedha vendase shkaktuan kaos në rrugë ku banorë dhe kalimtar u përpoqën t'i kapnin ndërsa binin nga lartë. Menaxhmenti i ndërtesës ka konfirmuar se parat janë të vërteta, duke shtuar misterin rreth incidentit. Sipas raportimeve të pakonfirmuara, ngjarja mund të lidhet me një konflikt me bashkëshortin e saj, ndërsa burime të tjera sugjerojnë se gruaja ishte në gjendje të rënduar emocionale pas lajmit për sëmundjen e një miku të familjes. Pavarësisht arsyeve, policia lokale u ka bërë thirrje qytetarëve që kanë marrë para t'i kthejnë ato.